E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë ngjarjet më të fundit. Hatërmbetjet edhe inatet tashmë pas kanë ndodhur edhe pas përfundimit të lojës. Ju e dini shumë mirë që brenda shtëpisë së Big Brotherit, Mateo dhe Gimbo krijuan një shoqëri harmonikisht shumë të lumtur. Ishin shumë nice të dy së bashku, kalonin shumë bukur të dy së bashku, u krijuan shok të pandar, por siç duket, gjërat jashta shtëpisë, dinamikat jashta shtëpisë, kanë bërë një lëvizje që ne nuk e prisnim. Tani, do të sjellim disa fotografi që ju t'i shikoni. Do me thënë, Mateo, Gimbo dhe Selin kanë prish shoqërinë e tyre. E ftuar në për intervista, Selini ka folur fjalët më të bukura për Brikenën. Ajo ka thënë që Brikena e ka mbështetur, që Brikena i ka qëndruar afër, që Brikena e ka respektuar, por nga Mateo nuk e ka pritur qëndrimin e tij. Siç duket, kjo gjëja, kjo lufta e madhe, kjo dinamika e madhe, ka ndikuar edhe tek marrëdhënia mes Gimbos dhe Selin, dhe janë detyruar që të shkatrojnë marrëdhënien e tyre. Do me thënë, dy çuna që ne në fakt i pritëm që do të kishin një shoqëri të bukur jashtë, që do të respektoheshin jashtë, që do të nderonin jashtë njëri tjetrin, kjo gjëja çuditërisht do me thënë nuk ndodh. Do me thënë, marrëdhënia e tyre është shkatruar. Unë sot e them, nëse ti e fshin tjetrin nga Instagrami, do me thënë ti përfundimisht ke prishur raportet me atë. Sot Instagrami është identitet, sot Instagrami është ajo që na përfaqëson dhe mendoj që është libri kryesor i gjërave të jetës së njeriu, dhe të prishesh nga Instagrami, ti e ke prish krejtësisht nga jeta me atë njeri. Më vjen shumë keq, unë kam pritur që raporti i tyre të zhvillohet jashtë, kam pritur që çunat të kenë një raport të bukur dhe të jenë të këndshëm në raportin e tyre, por fatkeqësisht domethënë kjo gjë nuk ndodh. Uroj me zemër që të marrin veten, uroj me zemër që gjërat të ndryshojnë, por siç duket, domethënë inatet, hatërmbetjet, mllefet kundër drejt njëri tjetrit e kanë sjell situatën deri në këtë pikë, saqë këto të mos të flasin dhe të krijojnë një lloj hatërmbetje në këtë rrugë. Do me thënë, marrëdhëniet e tyre janë shkatruar. Tani nuk e dim cila është shkaku dhe arsyeja. Mendoj që është qëndrimi i Mateos që ka mbajtur kundër drejt Selinës, që ka prish komplet atë shoqërinë që ndërtuan bashkë. Është më se normale që Gimbo, do me thënë, ta mban shoqërinë, por çuditërisht Brikena nuk e ka fshirë as këndin nga Instagrami. Tani do me thënë, Gimbo dhe Selin mbajnë inate të njëri tjetrit, në këtë rast Brikena, siç duket, nuk mban inate.